mbas shumë kohësh që nuk po ndihesha mirë nga ana shëndetësore, siç e kemi ne shqiptar, shty takimin për te doktori, u dorëzova më në fund se e pash që nuk po kisha përmirësime. Edhe bëra takim vajta te doktoresha, më tha doktoresha, kush është ushqimi jot që ha normalisht? Thash KFC, mo i tha, nuk them për sot, them në përgjithësi. Po, thash KFC. Po si ka mundësi, tha, KFC? Çdo ditë ha KFC ti? Po, thash. Nuk e kuptoj, tha, si ka mundësi? Po, ka mundësi me motra dhe se atje punoj unë edhe kam falas ushqimin. Unë filloj punën orën 8 mëngjesit deri në 8 darkës. Ushqimi është falas, unë dhe dua ta ndërroj ushqimin s'kam kohë, thash, pastaj falas. Neve në Shqipëri themi ham edhe një thes me krip. Ashve. Atëherë më zonjë, tha, ndro punën, tha, se po vazhdove aty, tha, këto shqetësime nuk do t'ikim aty, tha. Ku të vetët punoj, thash? Që në një restoran shqiptar, tha, se ata i gatojnë gjitha llojet e asortimenteve, edhe ti do hash ushqime ndryshme, tha, dhe do përmirësohesh, do shërohesh ti, tha, do bëhesh ti, tha, do bëhesh ti vajzonj, tha, s'do të dhëmbi më asnjë gjë në trup. Wow, tani ka filluar të aplikoj në për restorante shqiptare këtu ma se gjej punë t'i kina KFC-ja mor, se më mori në qafë, KFC çdo ditë. KFC çdo ditë. Ika se am burtym tani, haj, kaloshi bukur qitë.